Kam shumë dëshirë që të shoh Muhammedin alayhis salam në ëndër, po si? Luta Allahun e lartësuar që të na mundësoj të jemi me Muhammedin alayhis salam në xhennet. Ta shikojmë Muhammedin alayhis salam në xhennet. Kjo është kënaqësi e madhe. Ndërsa në këtë botë mundohu dashurinë që ke për Muhammedin alayhis salam ta tregosh me vepra, të falësh namazin në kohë, të falësh sunetet, të praktikosh sunetin e Muhammedit alayhis salam. Njëherë një burr shkon tek një dietar dhe i thot se i shpreh pra se kishte dëshirë të shikonte Muhammedin alayhis salam në ëndër. Ky dietar e këshillon dhe i thot që para se të flinte gjumë, të hante diçka pra që kishte shumë krip. Dhe gjatë natës, ky njeri shikon ëndra të ndryshme. Kur e pyet ky dietar, ky hoxh, i thot: "Ha, si ja kalove mbrëmjen e kaluar?" Thot: "Gjithë natën kam parë pra vetëm burime uji, lumej." Thot: "Atëherë, më pyete se si ta shikosh Muhammedin alayhis salam në ëndër dhe të orientova që të haje diçka të kripur dhe e dija pra që mendja jote do të rinte vetëm tek uji. Pse? Sepse ndjeje etje. Ashtu pra, edhe ne për Muhammedin alayhis salam, të praktikojmë sunetin e tij, të kapemi fort mbas sunetit Muhammedit alayhis salam, në mënyrë që edhe nëse nuk e shohim këtë botë, të jemi me të në xhennet. Elusi Allahun e lartësuar që të na mundësoj ta shikojmë dhe të rrim me Muhammedin alayhis salam në xhennet. Amin.